Ne nuk kontestojmë as historinë, as identitetin e bashkëqytetarëve tanë Maqedonas. Ata le të merren vesh mes veti dhe le të krijojnë unitet kombëtar mes veti, sepse janë të ndarë në pro-bullgar dhe pro-serb. Dhe ne nuk na hyn në punë fare as ata që janë pro-serb, as ata që janë pro-bullgar. Le të jenë pro-Maqedonisë unitare, pro-Maqedonisë demokratike, pro-Maqedonisë multietnike, me marrëdhënie të mira ndëretnike mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Ky shtet ka ardhmëri vetëm se në bashkëpunim e bashkëdrejtim të këtij shteti me shqiptarëve dhe maqedonasve. Dhe apelojmë tek partitë politike maqedone, mos i nxisin popullin e vet kundër shqiptarëve. Mos kërkojnë tek shqiptarët argat e vazal për ta qeverisë këtë vend, sepse me vazal e argat u shpërboi Jugosllavia, le ta marrin kë shembull, sepse nuk është i largët. U përpoq Beogradi me vazal sloven, me vazal kroat, me vazal bosnjak, me vazal malazez dhe me klyshe vazal, sepse Shkupi ka qenë laboratori ku bëheshte antishqiptarizmi. Beogradi këtu e kishte laboratorin. Në 89-ën këtu ndryshu kushtetuta e 74-ës, tani suspendoi Miloševići autonominë e Kosovës. Këtu u bën bara shkollat e përzira, tani u apliku në Kosovë shkollat e përzira, tani këtu filloi ndarja e shqiptarëve me Maqedonët, që bën shkollat të ndara, tani filloi edhe në Kosovë. Kështu që e kaluara nuk duhet përsëritet, duhet të nxjerrën mësim nga e kaluara. Përndryshe, Sadullah Duraku, kush na është dritë qerpiku dhe nuk na dridhet. Ne i dalim Zot drejtës tonë, punës tonë, në hak kërkujt nuk i hym. Në lojë dhe lojë zbohet me na. Ne nuk jemi sahun lëpirës. Na vjen keq për këta shqiptarë tanët që dikur tanët kanë qenë. Gati gjithë Bashkimi Demokratik për Integrim, vetëm të mirat kanë patë Bashkimi Demokratik për Integrim, as zot keqe s'kam parë, por Zoti është i madh.